Situata është shumë e mirë, jemi gati për ndeshjen e radhës edhe gjithë ekipi e kemi studiu mirë kundërshtarin, kështu që pritet të jetë nesër një ndeshje shumë e mirë. E kemi analizuar mirë ndeshjen me Ballçin edhe besoj se nuk do t'i bëjmë njëjtat gabimet që i kemi bë atë ndeshje, kështu që nesër shpresoj t'i lojmë 3 pikë në Shkodër. Jemi të gatshëm për çdo lloj formacioni që luajmë, kështu që kryesorja është se përgatisim ne ekipin, ndeshjen edhe siç thash edhe një herë besoj se nesër 3 pikë do i lojmë në Shkodër edhe do vazhdojmë për synimin tonë. Okej, mundet me qenë e veçantë për tifozat, po për neve nuk do ndryshon asnjë gjë, siç thash edhe një herë, i kisha lutur edhe tifozat shkodran që të vinë nesër me një numër sa më të madh në stadion edhe se janë një mbështetje shumë e madhe për neve. Kështu që thash edhe një herë për neve lojtarëve është një ndeshje e radhës edhe nuk do ndikohemi shumë prej tifozave dhe prej anës të media, asnjë gjë tjetër. Po, besoj se kemi përgatitur mirë të ndeshje. Shqyr që grupi ka qenë i plot, sepse kemi pasur dhe ne ato dëmtimet ose po të them virozat e Stinës. Mendoj që grupi është i plot, jemi përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje dhe e dim shumë mirë se sa e rëndësishme kjo ndeshje pritet në Shkodër. Gjithmonë klasika ka qenë e rëndësishme për kampionatin shqiptar, do të jetë një atmosferë e bukur, i ftoj të gjithë tifozëve shkodran që ta mbushin dhe të kthehen si në kohët më përpara të jetë stadiumi plot, sepse për ne është një mbështetje shumë e madhe dhe besoj dhe nga ne do jetë maksimalisht e vlerësuar si lojtar dhe mendoj që të dalim fitimtar për nesër.